Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, çfarë po ndodh? Është një seancë që e kemi njoftuar edhe në raportimet e mëparshme, që prej orës 10 kur ka nisur dhe vijon edhe tani. Nga të dhëna që kemi ka vjuar deklarimet dhe mbrojtjen njëri prej avokatëve të Erion Veliajt, pikërisht Ermir Beta, dhe pas ti ka qenë Artur Selmani, avokati i dytë i Veliajt, për të dhënë argumentat e saj mbi të cilat kundërshton akuzat e SPAK për pastrim parash dhe korrupsion pasiv në 8 episode të kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Më pas pritet të ketë një fjalë të gjatë edhe vetë subjekti kryesor i kësaj dosje, kryetari në detyrë i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe natyrisht janë edhe personat e tjerë që kanë ankimuar vendimin e shkallës së parë sa i takon masave të sigurisë, shtetasit Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushi, që vetë ose përmes mbrojtjes do të kundërshtojnë akuzat e SPAK, mbi të cilat kërkojnë edhe heqjen e masave të sigurisë, një pjesë e tyre ato të detyrimit paraqitjes, ndërkohë që në arrest në burg ndodhen Erion Veliaj dhe Elman Abule. Sa i takon këtij procesi, pritet të zgjas edhe pse ka nisur që në orën 10, gjyqtari i çështjes është Engert Pollumbi, ndërkohë që organi hetues është përfaqësuar ditën e sotme nga Altin Dumani, drejtuesi i SPAK, njëherë është edhe prokurori i çështjes, si dhe Olsi Dado. Nuk kemi të dhëna konkrete sa i takon diskutimeve që janë zhvilluar në seancën e sotme, por nga ato që kemi mësuar në rrugë operative nga brenda sallës, njëri prej avokatëve të Erion Veliajt, Ermir Beta, ka kërkuar shfuqizim të masës së arrestit në burg, ose në alternativë masë më të butë sigurie, që mund të ishte arresti i shtëpisë ose detyrimi për të paraqitur pranë policisë gjyqësore. Natyrisht janë kërkesa që bëhen nga mbrojtja përgjatë zhvillimit të seancës, janë zyrtare të adresuara në gjykat. Do të merret edhe shëndrimi i prokurorëve të çështjes Dado Dumani, që janë të pranishëm si përfaqësues të akuzës, dhe në fund do të jetë Engert Pollumbi, që përbën trupën monokratike të gjykatës me të apelit të posaçëm antikorrupsion, që shpall edhe vendimin sa i takon kësaj pike dhe këtij qëllimi të zhvillimit të seancës sotme, që ka patur për objekt shqyrtimin e kërkesës së Erion Veliajt dhe 4 personave të tjerë, biznesmen të gjithë, për rivlerësim ose kundërshtim të vendimit të 12 të shkurtit. Presim të shohim se cila do të jetë dinamika e kësaj seance. Është për të theksuar që u paraqit në mëngjes një shtetas amerikan, i prezantuar si një nga përfaqësuesit ligjor të Erion Veliajt, pavarësisht se jo ja akredituar zyrtarisht. Çfarë roli ka Joshua Roberts në këtë proces, Fatjon? Ai u prezantua në fakt që ditën e djeshme kur vizitoi për disa orë Erion Veliajt në ambientet e paraburgimit në Durrës, ku